Po jo, qa humbje ka quna se nuk ka humbje vlla. Për këtë pjesë po, dënime që të ullet e të ofendohet, nuk jam dakord. Pa kështu, atë pëlqen kjo foto jam. Ja, ishte mbukura me bluzë që parë. Ajo gjatë momentit që e ishtë bluzën. Po, normal ka fituar $500. Ajo s'bet fjallë që ka fituar, prandaj losë fundit. Edhe nuk ka asgjë të keqe, edhe dënimet prandaj i bën. Për çdo dënim ai që bën paguan. E kupton, pra paguan kosto që bën dënimin. Kështu që gjithsecili ka të drejtën e vet. Tani të presim, po ju ndes telefoni, ta bëj dënimin. Ti e kisha bërë me tuta, nuk i ka aq tuta, çuna se do e kisha bërë. Po nuk i ka aq tuta. Se po të kishte. Po, Mehmet i nxjerrin direkt. Sa lek është një balen? Një balen o quna është 22 euro ta blesh. Ore, ideja është këtu se klevisi kur fiksohet, gjatë kohës që luan, nuk e kontrollon dot veten që ne që luajmë me atë në rëndon. Këtë nuk e kontrollon dot. E kupton, nuk e kontrollon dot edhe pjesën tjetër, për shembull që duhet kuptoj një diçka. Gjatë kohës që ne luajtëm me atë, Fabio për shembull doli minus. Unë luajta me atë, dola minus. A kupton? Ai doli plus. Ai thot keni dhe ju interes. Ore dakord, unë shtyj darkën. E kupton? Rrio vlla, paguaj shtyj darkën. Derisa të flegjum. Në rregull. Argëtohemi, rrim, bëjmë muhabet, qeshim, bëjmë qyfyre. Se prandaj paguaj o shok. Edhe ju këtu prandaj paguani. E kupton, dhe ju paguani që ai të bëj dënim që të qeshni. Është çdo gjë është transparente, nuk ka këtu me skema, me futje, me dallavere. Kaq, unë sot nuk kishit mundësi të paguanit ju, pagova vetë. Pik muhabetit o shok, s'pagoni dot ju, pagoj unë sot. E ka mura atë për të qerasur sot. Po tash ti kështu i bie. Paguaj ta vetë o vlla, që të bëj dënime, se s'do t'u them pagoni ju çdo ditë. S'keni ju sot fund muaj, pagon profesori, pagon shoku profesorit. Çfarë ti bëjmë tash? Klevisi paguan me dënimin. Tani telefoni është figur, kështu që kjo pjesë është e sigurt që është figur telefoni. Ore, po normale që ka, madje Klevisi në gjojnë sekund, që ta kuptoni drejt ju, Klevisi ka pasur shumë audiencë. Ti themi gjërat ashtu siç janë. Klevisi ka pasur shumë audiencë. Në momenti kur Klevisi e ka mbledhur audiencën, s'kishin dalë këto intrigat e TikTokut e këto dallaverit edhe këto budalliqet. Edhe ka pasur 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Mirë po, në atë kohë, të gjithë këta që ishin pa audiencë, u futën me Klevisin edhe si mënyra nga më të ndryshmet. Treguan veten që ne jemi më të mirë, ne nuk lozim mbi xhos, ne jemi me fe, ne jemi me familje, ne jemi kështu, ne jemi ashtu. Dhe çfarë bën? E nxorën Klevisin keq. Këtë ja kam bërë. E di vetë, edhe vetë di e shumë mirë. Edhe arritin në një pikë që nuk po e ashufare njëri men, nuk po e fusin men për live. Dakor, këtë gjë e dini edhe ju, edhe ne e dim që kemi parë, edhe ai vetë e di. Dhe tani me ne që ka futur, që është futur këto ditë, i është krijuar një opsion i mirë, që njerëzit ta shikojnë duke bërë dënime prapë. E kupton? Dhe e kanë parë qoftë kur ka lozur me mua, me Babale, me Laçianin apo me Fabion që kemi luajtur, e kanë parë njerëzit prapë, edhe normalisht ore po them edhe një herë tjetër, që lek ka fituar se për lek hyn. Dhe në momentin që njerëzit e shikojnë që ai bën dënimet prapë edhe ka gallata, ka humor edhe ka gjëra prapë,
Normalisht që i vjen në live, por edhe rrin në live, se njerëzit ashtu rrin në për live që ka shumë njerëz. Mirë po, ai nxitohet, edhe thot këta këtu. Ore ideja është edhe ne që lozim me ty, edhe unë që los me ty, edhe babalja që los me ty, edhe Fabi që los me ty, duhet ta kuptosh për çfarë rrin këta njerëzit në live. Unë dua adrenalin për vetë time, po dola 0-0 jam më i kënaqur i botës. Po në fundit edhe po pagova pak paguaj, nuk e kam problem, se pagova $50 apo $100. Që ta keni kështu, të qartë edhe është e kuptueshme. Nuk hapset më shaj njeri, kushdo shan veten, do t'ju lutesha. Nuk dua komente, jo të shan ky, jo të shan ai, kushdo që shan veten e vet, unë nuk shaj njeri. Unë nuk shaj njeri. Edhe në momente që njerëzit më kanë sharë, jam tërhequr, unë këtu nuk shaj njeri që të më ndjekin njerëzit. Apo të më shikojnë njerëzit, apo të më suportojnë njerëzit. Unë nuk e bëj dot. Unë për veten time nuk e kam punë TikTokun. Që ta kuptoni edhe ju që më ndiqni. Unë për veten time jam nivel 39. Kam gjuajtur $72,000 me këtë adresë. Jam nivel 31 me adresën tjetër. 31 adresa tjetër janë diku te $20,000. Kam gjuajtur diku te $100,000 që i kam gjuajtur. Më kanë gjuajtur gifte diku tek 11 milion pikë, që janë $55,000. Kështu që unë nuk kam fituar nga TikToku. Dhe nuk e kam punë TikTokun. Që ta kuptoni drejt. Nuk e kam punë TikTokun dhe nuk kam hyrë në TikTok as për të kapur këto femra të cilat janë edhe shesin veten shumë lirë nga TikToku. Me që se mberi ky me Lyken, pse nuk hyn me live. Sepse live i Lykes në një moment caktuar unë kam thënë, jam hakryer unë live i Lykes. Edhe kam thënë që live i Lykes u bë pik takim bordello. Unë nuk doja ta bëja ashtu live-in e Lykes. I ka autoroja kaq. Është shumë e thjeshtë. Po për sa i përket live-it Lykes edhe Lykes, te Lyka kam investuar. Nga gjitha mënyrat. Dhe le të vazhdoj programin, madje kam njohur me njerëz edhe me shoqëri që Lyken e kanë marrë, kanë futur shtëpi, kanë larë brekët. Kështu që nuk kam çfarë i bëj Lykes me. Por në momentin kur live u bë ashtu, unë u akrreva një herë, 2 herë, 3 herë, e pash që ikja unë 2 ditë, të tretën bëhesh prapë ashtu. Edhe nuk ka asnjë gjë të keqe, kupton, se tash gjithë secili e përdor TikTokun në mënyrën e vet. Po ka edhe njerëz që unë i kam dëgjuar që shprehen, madje shprehen edhe me kunj, qoftë edhe kundrejt meje. Unë për veten këtu në TikTok, e këto lojra që i bej për adrenalin dhe për të shtyr kohën. Dhe kur e kam bajtur unë Lyken, që ta kuptoni ju, kur e kam marrë unë Lyken që kam çuar në Tiranë, Lyka nuk e dinte çfarë ishte as Tirana, as asnjë gjë tjetër. Dhe ka pasur dhe njerëz tjerë që e kanë ndihmuar dhe nuk e mohoj, por ka pasur edhe njerëz që janë afruar te live i Lykes dhe e shfrytzuan pjesën e live-it të Lykes. Dhe kjo pjesë është ashiqare. Për sa i përket pjesës time, në qoftë se dikush që ka hedhur kunja me mua sepse llafet lëvizin dhe qarkullojnë, në qoftë se ato kunjat kanë qenë për mua, që dikush ka folur që bëjnë live, jemi pa shok, e thon lule, unë për vete time në TikTok, po a thash prap, jam minus, nuk jam këtu se kam punë, por doja të thoja vetëm një gjë që, si do që t'jetë puna, njeriu mund të bëj shumë gjëra në jetën e vet që janë shumë herë më të poshtra dhe më të ulta jashtë TikToku, se sa një gjë që e bën këtu shikojnë gjithë njerëzit, edhe e vërteta është e vërtet. Edhe realiteti është realitet. Dhe në fund të fundit, unë për vete time nuk i kam borxh kujt, edhe absolutisht aja beson profesor se s'unë duroj të si telekomande këtë folur. Po çfarë të them unë? Ik dëgjon një tjetër. Dhe unë vetë personalisht nuk kam bërë këtu
asgjë për t'u dukur, dhe asgjë për t'u reklamuar, dhe asgjë për të përfituar nga TikToku. E kam bërë thjesht sepse jam ndjer mirë kur i kam bërë gjërat. Por një pjesë shumë e mirë këtu e kanë shfrytzuar dhe madje i shikon sa ndej këtej duke bërë intriga edhe dallavere. E para njerë, këtu ka njerëz që takohen me njëri tjetrin nga këta në TikTokut, edhe si ti ngacmojnë njerëzit familjar njëri tjetrit. Për mendimin tim, është veprimi më i ullët dhe më i poshtër. Ka dhe nga këta që takohen me njëri tjetrin dhe kur takohen si shoqëri që janë me të dashurat e veta, i ngacmojnë të dashurat njëri tjetrit. Janë veprime shumë të ullëta dhe shumë të poshtra. Ka edhe nga këta njerëz që vërdalosen lartë e poshtë në për TikTok dhe janë njerëz që nuk din se ku i kanë prindrit e vetë dhe në çfarë kushtesh i kanë, edhe hiqen sikur shikoni mua, kush jam unë, kush jeti, askush. Ka edhe nga këto femra që sinqerisht janë shumë të ulta, që u vina mbrapa dhe i thonë o bravo ti, që për mendimin tim është turp i madh. Prandaj ka shumë njerëz rreth e rrotull, të cilët bëjnë lloj dallavera gjinjësh, që ne i kemi parë, edhe i shikojmë, edhe i dim se kush jam. Unë për vete time ditu them kaq, qëndroni larg hedhurit kunja karshi meje, se unë nuk di të kem gra rumune me fëmijë për të marrë letra në për Europë. Ja pa letra në këlloj forme, i kam bërë në formë tjetër. Po nuk di që t'i jem i të cop legeni edhe t'hiqem sigur jam kush e di se qa. Punoj si shkërrat nga mëngjesi deri në darkë derisa flegjum dhe nuk punoj në TikTok. Po nuk jam as TikTok për të kapur këto kurvat e TikTokut që boll me një sanduiç, edhe me një xhiro në plazh, edhe me një xhiro me makinë me qira, të vinë të hidhen në makinë që në fund të fundit i ka kapur një Tiranë e tërë, nuk ka ngelur njeri pa i kapur, edhe i kapni ju që vini me targa të verdha gjoja. Këto janë realitetet dhe fakte. Po rrini mirë, mos më ngacmoni, mos më hidhni kunja, se nuk i përballoni dot kunjat me mua, se dale flasa për këtu. Edhe para se të dilni dhe të reklamoni makinat e luksit, dilni të regoni njerë ku jetojnë prindrit. Dilni të regoni njerë, jo nuk po shaj femrat Maria, mos e fut komentin ti sikur unë po shaj femrat. Ki kujdes, kuptoj Maria qa po themun. Nuk po shaj femrat. Absolutisht jo. Por, po kapin ato që e kanë nxjerrë veten në rrugë dhe shkojnë gjithandej në të gjitha anët, edhe nuk shaj femrat, unë absolutisht. Kam shumë respekt. Por, nuk mund të krenohet dikush që ka kapur të dashur njerën që ka pasur gjithë shoqëria, ose gjithë shunat e Tiranës. S'krenohesh do të, si do krenohesh? Do të dëgjosh që me vëmendje, edhe para se të hithni kunja, dhe para se të hithni fjalë, edhe para se të flisni për mua, unë ju sfidoj, kushdo qoftë nga ju, hajde të regojmë kushtet ku na jetojmë prindrit. Gjithë kemi ikur në emigracion se ishim pa bukë. Këta se mohon do të njeri. Gjithë kemi ikur në emigracion se s'kishim mundësi për të jetuar atje ku ishim. Këta nuk e mohojmë do se s'kemi ikur si biznesmena. Unë sfidoj, hajde të regojmë kushtet se ku jetojmë prindrit. Gjithë, ne që jemi në emigracion. Ne që jemi të shuna që themi leku këtu, leku atje, dashura këtu, dashnoria atje, makina këtu, qyteta atje. U sfidoj, nxjerrni njerë ku jetojnë prindrit, shtëpia, frigoriferi i prindrëve, pastaj dilni këtu edhe bëni llaka, jo kështu, po ashtu, jo bornia, jo shoqënia, jo leshi, jo preshi. Dilni, tregoni, do dalë edhe unë, do dali në njëri këtu, edhe flasim. Dilni dhe tregoni njerë.
po s'keni bërë qoftë një dërges në familje tuaja, po nuk keni bërë qoftë një rregullim në shtëpitë e prindërve tuaj. Edhe mborreni, edhe dilni, edhe hapeni, edhe tregoni sikur që gjini, qa jini. Ju po bie që ati e shpive prindërve në kokë, prindërve tuaj. Edhe dilni këtu edhe laka. Rrini mirë, mos i thni kunja. Kaq nuk kam asnjë gjë personale me njeri, po kunja jo. Jo kunja me mua. Unë kam thënë që në fillim. Nuk kam thënë që jam miliardier, nuk kam thënë që jam biliardier. Kam thënë që kam sedër edhe do i përgjigja gjithë secilit në TikTok ashtu siç unë mendoja se mund të bëja diskutim me cilin do nga këta persona. Këtë kam thënë, e kam mundësinë thash që të bëj një loj tek për ego, për sedër, jo se kam lek për të flakur, jo se i kam bërë me dirë, si kam bërë me gjak. Nuk i kam bërë as duke mashtruar njeri, as duke gënjur njeri, as duke tradhtuar shoqëri, as duke nuk i kam bërë as me GoFonde. Nuk i kam bërë i kam bërë me gjak edhe me dirës, të dyja bashk. Po, ata që më thonë mua kështu, ashtu, të bëjnë as qerekun asaj që kam bërë unë. Se unë kam hedhur në lekët e mia në për ato. Kurse këta, jo që nuk hedhin vetë, po thonë kemi hedhur na 500.000. Ku i hodhët 500.000? Duke bërë show, edhe dallavere, edhe intriga për të dukur. Ku? Kështu që duhet gjithë secili para se të flasi mos ta tepëroj me të rënduar të tjerët më shumë se sa duhet. Kaq. E kam parë një live sot edhe më kujtua tani se erdhi dikush më tha një fjalë. Edhe kam parë një live sot që dikush thoshte që jo, nuk jemi të gjithë në TikTok. Nuk jemi të gjithë një lloj. Që ta kuptoni qartë. Të gjithë një lloj nuk jemi. Absolutisht jo. Absolutisht nuk jemi të gjithë një lloj. Absolutisht nuk jemi të gjithë një lloj. Gjithsecili këtu ka hyrë për interesat e veta. Interesat janë të ndryshëm. Interesat janë edhe njerë po them të ndryshëm. Njerëz të dashur që bëni live edhe që mendoni se jemi të gjithë një lloj. Ka njerëz që hyjnë këtu për të bërë lek dhe shikojnë sa lek kanë bërë në fund. Ka njerëz që hyjnë këtu thjesht për të shtyrë kohën. Ka njerëz që hyjnë këtu sepse nuk kanë me çfarë merren në jetën e përditshme dhe hapi TikTokun. Ka njerëz këtu që thotë ti je interesat që TikTok. Që unë s'kam në një interes ekonomik në TikTok. Interesin ekonomik në TikTok, zero. Unë foten do të gjej muzikë, thotë këtë tjetëri. Po ka edhe njerëz këtu që merre me dallavere.